Unë kam kënaqësinë sot, sepse në kuadrët e emisionit Një kafe me labin, e kam, po të them kështu, ma mirë, po e them se gjithë çka kena me vol, 2-1, që s'ndodh tek ne, apo s'ka ndodh kërku, ndodh veç tek ne në Kosovë. Kur them 2-1, janë Motrat Mustafa. Kam kënaqësinë dhe nderin që i kam sot në studion e emisionit Një kafe me labin, vetëm i se erdhe, kam kënaqësinë që ju kam sot Një kafe me labin, e di që po të ndalim e po të flasim për bagazhin e juj, 3 dekadave që kanë kalu, thuja, me muzikë, e kështu që ka shumë qka, po jem munduar në pika të shkurta ta përmbledhim, ta bëjmë, ta sjellim një reportazh, është i shkurt, i lezetshëm, është punu, tash edhe më varet edhe vlerësimi juj, po besoj dhe uroj që ka me ju pëlqy. Një biografi e shkurt e juja, thash, me ndajt për biografinë e juj, atërë duhet 24 orë veç biografi, e pasani edhe një 24 më janë me komentu, kështu që po mundohem përshikojmë reportazhin, e me njëre pas reportazhit kthehemi bashkë në studion e emisionit Një kafe me labin. Motrat Mustafa është një duo e njohur e muzikës popullore dhe të lehtë shqiptare. Safetia dhe Sahidia vijnë nga një fshat që ka prodhuar shumë emra të njohur të muzikës shqiptare. Bëhet fjalë për fshatin Mushtisht. Në vitin 1981 kam pasur incizimin e tyre të parë në Radio Zagrepi. Në vitin 1984, Safetia mori pjesë në festivalin komunal të Suharekës me shoqërinë kulturore artistike Vëllezrit Frashëri Bukosh dhe u shpall deputantja më e suksesshme e festivalit. Në vitin 1986 morën ftesë për festivalin e Ish Jugosllavisë i mbajtur në Shkup, Kombët dhe Komsit, ku morën pjesë me këngën Balukja dhe Kur dola te dera. Ftesën e morën nga RTP, po në këtë vit morën pjesë në festivalin e Mushtishtit, ku u shpallën dueti më i mirë. Në të njëjtin vit sollën albumin e tyre të parë, Morinan. Njëra nga këngët e pëlqyera ishte Na qeli prap thana, Morinan pse vajton e shumë këngë të tjera. Në vitin 1987 u mbajt përsëri festivali i Mushtishtit, një festival ku merrnin pjesë shumë këngëtar prej viseve të ndryshme dhe sërish u shpallën dueti më i suksesshëm. Në vitin 1988 po ashtu kanë realizuar 13 këngë të incizuara në RTP. Në shumicën e rasteve ishin të parat në top lista. Kujtohen emisionet Hajde ta valojna, Radio Revista 212, E reja dhe e vjetra, ku morën pjesë në shumë emisione të tjera. Po në këtë vit, ato u antarësua në shoqërinë Jah Salihu Nivokaz, sepse shoqëria e Afërditës në Mushtisht u shpërnda për shkak të okupimit serb. Suksesi i tyre nuk përfundoi me kaq. Patën shumë koncerte në Kosovë, shumë turne. Patën edhe incizim në RTP, së bashku me këngëtaren e madhe Shkurte Fejzën. Në vitet e 90-ta sollën albumin e quajtur Oj Kosovë Fortese Gurit. Ky album ishte një nga ato albumet folklorike dhe popullore që u bëndër më të kërkuarit. Në vitin 1993 kishin turneun e tyre nëpër Maqedoni. Ky ishte një turne tjetër shumë i suksesshëm, aq shumë kishte kërkesa saqë në çdo qytet ka mbajtur nga 2 koncerte. Motrat Mustafa vazhdojnë të jenë ende ndër zërat më të kërkuar të muzikës folklorike e popullore shqiptare në të gjitha trevat, kudo ku ka shqiptar. Ai ka shku e sklehet, ti na vajza ta mane. Moj motër, si erdi kjo ti.
pajtu Ku që zi flamuri jon Ku duam ne a I balon S'kar mik që janë dalon E mbroj me gjakun ton Ku që zi shqiponja jon Ku do ajo fluturon S'kar mik që e pengon E mbroj me gjakun ton E kemi shikuar edhe një përmbledhje të shkurt, ma mirë po e quj kështu, për shkak se thash, po të hymë të bagazhi jo të gjitha ato, a i veç po të hysh në internet, dhona jam për juve. Po si du që tjetë, si u duk, kjo që e vatë. Mirë shumë lobi, është një ndjenë shumë e mirë, nështë edhe shumë sene janë që s'kena qëpë mi po, po prapë është një emocion shumë I mirë. Lumë se supera, se kom prit bile bashkë qështu. Mirë, latërë pse në luft neve në kanë ndjek gjitha gjanat që kemi pas ma të rëndësishme, kur jemi kanë përflas për kohën e para luftës, kemi pas shumë mirënjohje, shumë shpërblime, edhe shtëpiat e para që janë ndjek në mushtisht janë kanë shtëpiat e tona, edhe janë ndjek 2 herë, se një herë ju ka dok pak që e kanë ndjek. E aty kemi pas shumë mirënjohje, shumë kujtime të mira, sidomos para viteve 90, kur jemi kanë edhe kemi pas shumë këngë në Radio Prishtinë edhe kemi pas. Po fatkeqësisht tash ato po mungojnë. Kështu po shpresoj dikush del, dikush po na jep një foto, po thotë këtë foto e kam trojtën kur i kanë ma të reja. Edhe mirë, veç po më pëlqen që pas ke mujt begi shumë me hulumtu edhe me nxjerr. Bravo, do foto që si kisha po. Atëve gjanave të mahershme. është interesante kjo kur ju shikojmë, dhe me thoni për vite, edhe është interesante ato, sidomos ato fotografijat e para që I pam, dhe me thoni, kur për herën e parë prezentojnë edhe delin në skenë. Tha edhe Safetja tha, është pak sa kjo, jo e mirë dështë kur e sheh, se nuk do këtë vetja. Atëherë që kemi dalë për shpisë, që kemi qëllu. Atëherë, tash me këshyrë një farmyre ka qenë dështë ma pështim ka qenë. Vesh një veshje komptare edhe komptare edhe plus festival në kujtohet të 6 edhe të 7 janë marrë 2 festivalet të Mushtishtit, po nuk u kanë vetëm komunal, u kanë një festival I rritit ma gjan, një festival shumë I rëndësishëm. Atëherë nuk e guxu me veshje kombëtare me matë këpuca për shembull. Se automatikisht kur ke dalje paraqit e kanë këshyrë krejt detalet dhe nështë apik ti kanë hek aty ku se ke prit hiç që ti hekin për s'ke paso pinga ma. Dhe më thënë, I kanë këshyrë në qatë mënyrë që do të më kanë edhe veshja kombëtare me pinga, me krejt këto që u dasht, edhe u konë me të vërtet ma letë në ashta me një anë, po edhe shumë bukur, mu përveti më pëlqej shumë. Kujtimet që ta shemenoj ka njerë thamë sa vjeti kena, që sa jena në skena. I këshyri fotot, kur kemi qenë shumë ma të vogla, edhe do me thonë vitit 86, 87 që kemi marrë pjesë me Saiden, po Saidja u konë gjithë sa sot, si në klosh dotës. Po, unë jam konë e rritëne që ka që kjo stet, jam konë që ka që e madhe mos jam rritë kur. E s'po qoj malë të fëmijës, kështu gjithë e madhe. Kisha dash më ndalë kështu tek ai bagazhi juaj, dhe me thonë, e thatë në për vite, ka qenë ndoshta një periudhë shumë ma e vështirë ka qenë në atë kohë se periudha e sotit. Sot periudha e sotit, në fakt, duheni mundeni njëra, një herë tjetra një herë me shku në studio dhe me gjiru, me inqizu zonat, me inqizu këngë të gjitha. Po kjo gjithmonë ju ka vequ dyjave se një konë një dua 2-1, që e thash edhe në fillim, dhe me thonë, që shpesh herë e thush, a janë një zo, a është e mundshme me qenë, dhe me thonë, një zo, dhe me thonë që dyjat. Kërë që gjithmonë jeni vequ për këta, edhe shpesh herë ju kanë komentu edhe ju kanë jep, ndoshta ato kritikat e mëdhaja pozitive për shkak zonit edhe vokalit që e keni. Po ndalemi tek e pam atë pjesën videon, pikrish kur keni qenë në studio, kur jeni hyrë në studio. Në atë kohë ka qenë ndryshe, sot është ma ndryshe. Po, atëherë duke me knu bashk, bile në atë pjesën kohë është, atëherë kemi hi vetë si vokalistët, si të dyja, ama në inqizimet të më hershme, për shkak kemi shku në Shkup atëherë me inqizu. Edhe kur u konë Radio Prishtina, ke hi komplet në orkestër, folklor atëherë,
2 mikrofona, edhe ke fillu tamam 3-4 me incizu. Një gabim, do më thëmë u bo, e unë ndërpripi fillimit edhe njëherë. Tash është shumë ndryshë, shkon sa fetja, unë si jam disponibë, shkutam shkoti incizoj vokalin biu në masanej. Po, kjo është me të vërtet një karakteristik të na dyjat, se kjo gjithmoni ka knu vokalët, kur kom hi unë, diqy zoni jam unë gjitë për zotë kësoj, edhe shumë pak u dallu që janë dy zona. Po, jemi afirmu kështu lab, edhe është me rëndësi këngëtari ju veç me pas vokal të mirë, po me pas raportet të shnusha, edhe pse jem motra, na kemi pas raportet shumë të mira. Kjo konë ma e madhja, unë sa ku mujtë e ku mungu. Na herë më ka bërtit, unë ku më shumët, se shtu nga kanë mësu. Baba ju nga ka mësu, ka thonë, mësë mja këthi fjallën më të madhe, zdo të me respektu. Shka më ka thonë? Kemi këqyrë tilizo po njët ma shumë, po kemi këqyrë që shpo del konga ma mirë. Ka ndohë përshanë shumë kongë që i ka fjetë ma shumë Sahides, unë di zoni ma shumë i Sahides e jemi. Do me thonë, kemi këqyrë që koordinuam zonat mas mirë, ti me dollë konga e mirë, jo cila po një ma shumë. Incizimin e parë, lab, kërë kemi botë të nishës, unë jam konë në klasën e parë, se kom i 6 vjeqe në klasë. E di që veç një arsimtar ka orë më ka marë për dore, edhe më thanë me më qume një bibliotekë të shkollës aty. Kur shkova hina mrena e pash një njeri me mjekër madhe, të bardhë, edhe një gramafon që u silke që atje. Veç a jam rinë kujtes, dhe më thë se jam konë shumë e vogël. Një kongë kom ditë mja majtë zonin e dytë, balukën, tjetërën kongë s'kom ditë mja majtë. E kjo ka knu vetë, bile kish pas knu, s'kish pas marë, frujmë dej, u krytë. Në di që shkisha mujtë me knu 3 strupa hiq pa onallë. Edhe, masanej, kur u kry këj incizem, diqysh u rrita, të e menu të isha, qysh muj me vërtetu pse a i njeri me orë neve, kur na jemi konë shumë të reja, kjo konë klasë 3, unë jam konë klasë parë. Edhe ku ditja a i me orë neve me na, e kjo konë ndihma e arsimtarëve që kemë pa tjetër një obligim moral mi i përshëndet mësus Ibrahim Hamitin, Rifat Hamitin, Mustaf Hamitin, Ali Selmanin, të ndjerin dojën tonë Feta Zyba që ka pas shoqërinë Vëllezërit Frashërit Bukoshit dhe Safetja pas të eternitës u antarësun shoqërinë e Dajës. Aty ka marrë pjesë në festivalin e 84-s ku shpallë si solistja ma e mirë. Do me thonë pak ta njerëz, nështë këta e në konë ata që e kanë zbulu se cili, jo vetëm për neve dyja, po edhe për para, dhe për shkutën, dhe për shëretën, edhe për emzien. Dhe më thonë, janë konë këta arsimtar që me të vërtit e kanë një merit. Nështë ta mos ishin konë këta, nësot si ishim konë këto. është gjë e bukur kur në fakt edhe përmendit aty në fillim të reportazhit që shumë emra tuja kanë dalë për këti prej fshatit Mushtisht edhe një farë mënyrë është bërë fshati Mushtisht shumë i njohur. Jo vetëm në Kosovë, po edhe më larg dhe përmjet zërave. Që të ishin edhe Beethoveni mund të dali i Mushtisht. Krejt dyqysh këtë femna e ma shumë i se. Shumë demokrata, Mushtisht, këtë përparsi femna me kanë dhanë. Mundal tek ajo periuda ndoshta periuda e fillimit, dhe më thonë, e fillimit e juj kur shpërbleheni, se shpërblimi dhe më thonë është gjëja më e bukur që vjen edhe një fanyrë, vu e merë për punën që i ki bo edhe kjep vullnetë ndoshta edhe shumë a shumë, se kone fundit është me rëndësi pjesëmarja, nuk ka me rëndësi pjesëmarja, se është me rëndësi dhe më thonë që me marë qmimet. E në atë periudën kur i një shpërbly, treja keni qenë, edhe në atë kohë, dhe me thonë, edhe është taj emocioni edhe vullneti gjitha që vinë. Normal që është një emocion. Na kur kemi qenë në Shkup, unë e kur nuk e arroj ishim shumë të reja, edhe kur hinëm aty, folke macedonisht hajnë portirit e dera. Edhe për thamë Sahides thash, ku shko me nangunive, Shqip s'po dika, kërkan se nishe Shqip të folë. Po kur kënuh na dyja ishte festival pa instrumente, gjithë sala në kam, me duar të rokitje, na këthyn publiku, ajo na prezentoj ke macedonisht, në që shu ka një ndjenë kur se arroj. Një ndjenë shumë e mirë. Okej, kur jemi të kjo ndjenja e festivaleve gjitha këto, unë qësë Harjani juni, kështu edhe masjeli, në thonë, është kjo fotografi e cila shijet edhe tek reportajë, po e shletum mbrendin, dhe me thonë, është edhe kjo këtu, që kam pas mundësi shikus, dhe me thonë, edhe me pa tek reportajë që e kam bërë si foto, është
Po të kisha ditë mirë, frangjesht të kisha lexu krejt. Asë do nga një veç atë për shumë i do. La motra Mustafa. Është, nëse nuk gaboj, është në 2008, apo? Po, në 2008. Po, 2008 është një festival për herë të parë Kosova si shtet që ka marrë pjesë, në festivalin e Parisit. Kanë qenë Evropa lindore, shtetet aziatike, dhe më thonë krejt kanë shku Turqia me 20-30 vetë, kanë shku, na jemi kanë vesh nga dyat, dhe më thonë kemi pas ftesën direkt prej atjehit, edhe kemi marrë pjesë këtë festival, o kanë një festival shumë i mirë, na jemi kanë, dhe më thonë gjdo natë, se cili shtet e ka përfatsu shtetin e vetë, traditën, o kanë festivali traditës edhe i kulturës, nuk o kanë festival garus, për me marrë një vend. Po kanë thjesht se cili shtet e ka të regu kulturën e vetë. Në atë ko, fatkeqësisht, dhe me thonë, buxheti i Kosovës, Ministria nuk ka pas mundësi me na dhonë shumë instrumentist. Ministria e Francës na ka ftu neve dyja, dhe me thonë 5 vetë kemi pas me shku na me marrë instrumentist prej këtu. Ka qenë Fatmir Kryeziu, që përshëndes edhe ato, me neve. Fatkeqësisht ma shumë instrumentist kemi pas, por unë jam mundue, kur kemi shku, e kom marrë qifteli, e kom knu një kong me qifteli, kemi knu, i kom thonë pak me defani, këtë kana gjegje, dishka që u duke dishka për traditën me asi. Kemi kalu shumë mirë, po fatkeqësisht tash kemi pas instrumentist ma shumë që me tregu dishka ma shumë, si për shembull Turqia, që ka shku me 20-30 instrumentiste. Me ekip komplementum. Po më le për shtypje kjo Prizren et Mitrovica. Mos është tret presidentin i mori Shkodër dhe në Mitrovica. Barba kik. Konga. Është edhe kjo konga dhe tret presidentin i mori Shkodër, ku edhe unë e kom fillu reportajin, ku një farë mënyre pa marrë parasysh për kohit të ardhe, kush e ka këndu të partë, po na të partë e dim në përmjet motra e Mustafa. Po, shumë mirë që e cike lab, tret presidentin i mori Shkodër e ka një biografi kështu. Natë, kur kemi marrë me bo një kolazh në 91-ën, një kolazh, atëheri bëjshmi ushtrimet me një, më mlidhshmi me një odë dikon ose me një shpit dikur, bajshëm prova për me shku me incizu një kolazh. Atëheri ishim në dyat, i kishmi 2-3 kong, Hamz Lapqeva edhe Rahman Pagarusha, që i përshëndes shumë kolekt në derum, bajshmi një kolazh edhe shkojshmi një shkup me incizu. Ata e ushtru në tret prizreni mori Shkodër, bashkëmi prova, dhe më thonë, e ushtreshin tret prizreni Hamza me Ramani, na dyja e kishmi 2-3 kong tjera, edhe ndërko, derisa u banën provat me shku me incizu na u thumë në të dytën, se ish fundi i 2001-ës më falë, 92-ës më falë, 91-ën, në fund dhe më thonë, 92-ës na shku në turne, bashkë me mi Gjeneral me shku të Fejzen, kishmi turne shumë të madhë ndihma për arsimtartë që vetë mbyllën shkollat. Kur shkum atje, dhe më thënë, konga halas si shlancu, nuk unë jovë kësi kong, ish problem atër para publikut me kënu një kong që se ka një kërkush. Po, që se ka një, po. Edhe kur e kënu për herë të parë në turnej, dhe më thënë, ajo ra që tamam në kënu për herë të parë atë kong, me të vërtet bani e hunë shumë të madhe. Dhe gjdo koncert që kemi shku, u kone pa mundër, po këtë publiku rike në kam, me tret prizreni mori Shkodër, e mura qiftelin vetë, edhe ajo kong, dhe më thonë, dull taman prej njëve dyjave dhe sot ka pas shumë sukses të madhe ajo kong, edhe... Unë e di që ajo kong, dhe më thonë, këndohet edhe sot edhe këndohet shumë shpesh, edhe sidomos në për shumë festa, manifestime, gjitha, dhe më thonë, e zë vendin e vetë tret prizreni mori Shkodër. Po, këtu, po du mundalë që nuk e di, është hera e parë një jetën teme që kam një, edhe po e thëtë se mas i hymë të kjo dialog, isha kur veç Shqipëria fakt fitoj për lojen për me shku drejt Francës, edhe me gjithë djemë të komptare si ishin, dhe me thonë, një mbramje në Tiranë, edhe këndojke Aurela Gaçe. Edhe Aurela Gaçe tëtë për hirë, dhe me thonë, edhe kosovarëve që të lujnë, gjithë këta që janë, tëtë, unë dhe ta këndoj sot një kongë. Është hera e parë një jetën teme që po e këndoj, më falni, po unë letrën e kam dorë. Po se ka këndu me letrën dorë. Përse më laqa shumë për shtypje, s'më isha me besu, dhe me thonë, që për herën e parë, dhe me thonë, edhe aje këndoj, dhe me thonë, në atë mënyrën shumë të mirë edhe me letrën dorë, theke se hera e parë, theke që po këndoj. Kështu që mirë është kur, në fakt,
këndohen këngët Edhe është një këngë që zbot bajata, na bje shumë me kënu atë këngë, edhe në diskoteke, edhe ku do, është një këngë që e kënej taman me qef. Atëherë 3 muaj lëbë në turnej, u konë një turnej shumë i gjatë. Bile në atë turnej kemi prundima për arsimtar, janë konë 21.000 marka gjermane që janë certifikume, do të thonë që janë sjellë arsimtarve të Kosovës, se u konë vitin 92 kur janë rreziku, janë mbyllë shkollat. Edhe për ato 3 muaj sa kemi majtë koncert, është konga hit. S'ke pas tjetër, ka ndodhë në koncert, bile na kanë shti për s'dyti edhe njerë me kënu. Qatë shumë u pëlqy kjo kongë. Edhe se në fillim, kur kemi vendosë me kënu, thasha e kënojmë, tishka në avdok, hajtë pe kënojmë, veç pe provojmë. Po pëse bana të shumë i hunë të madhe kjo kongë, nuk e kemi menu. Edhe sot... Sa idea im bike qifteli se vë konë diçka ma interesant, kur dalëshim vetë. Po një rast do me të regu, ishëm të angër dark me orkestrin Azembejta të Prishtinës, edhe kjo lidhja dec me Fatmir Makollin. Kur dollëm koncert, hajtu ja dhonë qiftelini, tha ja dec, para publikut. Kjo e hupi veti, nuk di kemi anis, po mje. Ja, tash nuk e zonë para publikut, kështë ma bëja det. Nuk e zonë gërë para publikut, kështë që nuk bëna asëse. Këto gjana jonë të bukra edhe aq ma tepër që ju keni qenë me mujë të tëra, përmendet me 4 mujë keni qenë edhe ka qenë kolektivi ma ndryshe, ka qenë atmosfera ndrysha ma ndryshe. Sot për sot, unë e di që ju edhe sot po të niseni diku më shku, unë e di që Fadili do të me konë me vetur në gjendje të regull, për shkak se nuk hipni asë njëna aeroplan për pos veturës. Edhe tash, po e këqyrim në më thonë, të ju s'ka ndryshute, që ka se me javë duhet. Me javë mu bo gati për me shku në koncert, diko. Po me javë. La pak kam problem, nuk e di, se mu ka fiksu kjo. Me 14 jemi me një dasëm në cugë, edhe ka njerë për markë shumë e të mirë Fadilin, Fadil, sa interesant mu njësë me kërë, ka dal kënotë shumë, nalëm për shamu më Kroacinin atë. Për mja bu sa ma mirë vëptimin dhe me ka ditë, për mu kënotë, se jo që kisha shku. Se ma aeroplan s'kënotë shumë. Jo, e di. Prap, të ajo periulla e juj, dhe me thonë periulla e qmimeve t'juja që keni shumë qmime. Shumë festivale, shumë qmime. Do me thonë që të të 6 në të 7 i kisha të sekë si që jemi konë 3-ja, festivalit të 6 në Shkup që konë një festival shumë i madh. Aty u konë edhe Fatmir Makolli, po ai ka pas veç instrumentale me shkumini qifteli. Atëherë ka qenë indjeri Esat Rizvanulli, i RTP-s që ka orë në ka aftu, edhe ai bile rike në publik atje se u konë u majke publiku, dhe më dhe një koncertin e pare kemi majtë vetë me kamerman, veç me kamera. U konë plot kameras, u doke në krejt ishë Jugoslavin, u doke drejt për drejt. E në koncertin e dytë është majtë me publik. E atëherë u duke më ullë qështu ka një ullëse, dhe më thonë i Slovenis, si cili venin e vetë, kombin e vetë, po. Na ishmi për Kosovës dhe ishmi dhe Fatmir Makolli ishme një instrumentale, po jo neve me na përcjell. Na ishme u duke me knu, qysh kemi knu kur jemi kanë të njëshë, se ky festivali i ishë Jugoslavis u lidhë me të njëtën që kemi knu pa instrumente që të regovan atë. Aty ju ka arë shumë interesante kjo dyzanorja e jonë, edhe ku me ditë shubo lidhja edhe jemi ftu prap me marë pjesë në Shkup. Edhe kur prezentoj ke moderatorja, rike me një qoshe me do lule për para, thejke në asdiqmi të sërbisht. Thejke kur thamë motrat Safete e Saide, sestra Safete e Saide Mustafa, dhe ju qoje dhe dilni te... Dhe më thëtë se nuk diqmi as kur kena me... Se ishmi dhe 3-ja, edhe pak emocionet se nishmi vetë sërbisht u folë. Dhe ishmi kuna dojnë tash na me dalë me kënu Shqip. Po u konë shumë mu befasu se e ka paracit piken e vetë, për shambull Kroacia, Slovenia, Macedonia. Po kur kemi dalë na, ja kemi nisë me dyzanore, do artrokitje, pa fishlima, pa brohoritje, pa veç do artrokitje. Jemi ullë, edhe ata si janë të do artrokit. Edhe na s'dishmi si 3-ja që ka me bo, ajo foli dishka ta sërbisht, edhe qohi në kama, dhe o qumë, u përshëndetëm dhe njerë ullëm. Dhe nuk ka një emocion me dëvërtit shumë i madhë.
patëm nej 3-4 ditë atje, bashkë me Fatmir Makollin edhe me Esat Rizvanullin. Edhe u konë me të vërtet një bile mas disa ditëve kujtoj motra modhe, hajde se për qëtë atëherë Beogradje që të kemë. Pa. Hajde se për qëtë emisionin, e pa ta përcjellë masa. Ne, po sot e kemi kërku në shku, kemi shku enkas me Fadilin me kërku këtë, që mos për mujtë, po thanë janë shumë vite, do të na për arkiva dhe nuk kemi mujtë kur ma me po atë emision. Kur jemi të kjo pjesa e arkivës, e përmendë, dhe më tonë, e thatë edhe në fillim, është shumë e vështirë, po është shumë interesant, nuk e tia keni hy ju vetë në YouTube, se kishë gjanat juja me vite. Po jemi mundu, po ato që jemi konë shumë të reja, unë ato kisha pas qef shumë, edhe pse një CD kemi ronë kontakt me një persë, po me sigurue, bile na i ka pasprue Valton Beqiri koronës. Po fatkeqësisht edhe ajo na i ka pru një farë dvogël, kur kemi kënu të nishën që jemi konë shumë dvogël, ajo mi interesoj kema shumë, kisha qef me ditë qysh e komoj qatë zonin e dy që të konë. Edhe që ato dytën sa vete që s'ka morë primit. E që ajo mi interesoj kema shumë. U konë interesant se tash na kanë ftu për shambull në Shkup neve me qatë kongë, qatë minutar që kemi kënu, kur i kemi rëbë bankës edhe kemi kënu. Po tash unë e qatë që kisha kënu kur dolat e dira, hiq pa pushu, të shamon nuk mojë me kënu. Ska shumë të shamon me kënu 3 stropa pa portja dhe pa gorgjo pa unalë. Po prap një dole? Po ja dole më qishë. Mirë, roketën sunale nuk qumë prap, mirë, ka përcikë. Zakonisht është ndështa edhe pun ekipore kjo, ekipore për që ekipore e dyjave për shkak se dyja t'jeni për 7. Po unë e di se prej gjitha motrave, ju jeni motrat Mustafa, ju dyjat, se zakonisht i përzini i tënë këtë motrat Mustafa. Kjo ka ndodhë për shkak një show që e kemi majtë me Naima Bazin, një stenit që e majtë një show, edhe Naimi për nga thotë, pse s'pe boni diçka ma interesant me thira dhe motrat e tjera. Tham po krejt po knojnë mirë, ato knojshin si soliste, nuk kishin lidhje me dueta ato, edhe pse kishin krejt zonat mirë. Edhe tham po kur e knum këto e pam që u pëlqy shumë ajo, po të përi. Edhe kërkesat janë konë shumë dhaja. Po normal që aty u dashke me shumë motrat, edhe pse na ishmi dyja që kishmi kriju këtë temën që sa vite, u duke me shkrut motrat Mustafa, se s'mishmi me shumë motrat Mustafa me motrat e veta, ose motrat Mustafa me Elen, me ato, me këto. Edhe tash, ndërkohë njerës pak e kanë nga tru këtë punë, adin se cilat motra. I thamë, një par motra janë bërnat më dhaja, ti jemi motrat Mustafa, këtë emër e kemë motrat, unë sot edhe motrat këmëtojnë, kjo është emër një jemi, se na emëna si kemi qitë, edhe pse si fillim, kur kemi fillu si dueti Safeti Saidi Mustafa. Po masa nej për njerëzve na met, për organizatorë, po vinë motrat, ato motrat e reja, ato motrat e vogla, motrat edhe një vena met, na u dok ma e kapshme kjo motrat Mustafa dhe banëm. Motrat e tjera kënon edhe Ela me kumrien duet, janë një duet shumë i koordinum, po janë dueti Elham me kumrien Mustafa, kënon edhe Lulja. Do me thonë aja si solist, aja bile s'ka pas shefiq në të pëtëporin tonë me hi, po e marrim qështu. Mos më shtini po të që ta fistona mi vesh. është interesant kjo pjesa e kësaj dhe me thonë, ku në fakt ju jeni ato dy motrat, po në anën tjetër edhe gjitha motrat tjera këndojnë, edhe se cila e këndon dhe me thonë vetë, apo edhe këndojnë në qift, po të shpia sa kur të mbledhen i krejt, a ndodhë në jere me thonë, o në nalni se s'pëtëna me këndu? Jo, është shumë interesant, mërja, kur të shkojmë na dyja që më lidhmi, është e para Lulja që na, dajt pek në një kom, që të shumë kam qep mi o një. Edhe detyrimisht dyqysh na ka bo si rutinë. Si rutinë, se edhe edhe është një diçka tjetër, po në tërnjë sajtë. Mu ka në ratë kjo, gati në gjumon mja njës me kjo qohet. Po jemi ka njerë të udhëtu për një koncert, edhe jam pështet, ishtë unë me flejt e kam problem kërë, po gati isha si në gjumë, edhe këja njësi manastin me kënu, kër jam qurë, të e kënune, si ta tjetë tash du të me, se mu kish botash, kur t'ja njës kjone. Kur t'ja njës këtë pa tjetë. Këtë arreri se ki pa tjetër. Edhe ka pas shprehi para publikut me majtë sytë mshelë, gati komplet kongan. Sa do që e këthy me këqyrë, kjo i ka pas sytë mshelë. Bile ishu me lecin time në Qomilin vjen një koncert, edhe thë ke shqyqyrë që për manë sytë qelë ti, se me nejtë dhe Saidja, goti qelë sytë publiku ka dollë jashtë. Do në tip lejnë, vazhdojnë në këtë të dollë.
Pse kjo? Nuk e di, e kom pas qështu, dërisa i kom byllë syt, më ka duk që kite kom përjetu kongën shumë mirë. S'di, u ta zhvën kom fillu mi qelë syt me pa publikun. Seriozisht. E fort kjo. Pra më do të publiku ka shku krejt. Leti thot ka pështu kjo, thot i kontrollojnë publikun se ti, kër i kishe qelë syt ka Po të mirë dhe maj në syt më shelë se gjendja është mirë, publiku është sa. Unë e di që te Instagrami është bërë në muj tek imi personal, se unë e kam qitë, ku janë 42 komente, përshëndetje një matë mirat, motra Mustafa, përshëndetje, mo nuk e di, përshëndetje mbretreshat e Mushtishtit, jeni shumë këngëtare të mrekullueshme. Faleminderit për atmosferën gjatë kanagjegje tem që unë bajtë. Opa, në Zvicër, e Gjilanit. Jeni të mrekullueshme, këto ta kallin darsme. Përshëndetje nga Presheva, respekt për bylbylat e Kosovës, përshëndetje nga Austria, nga Prizreni, Vushtria, s'kallën vend, dhe më thonë, po, na përshëndet. Kështu që edhe ne po i përshëndesim gjithë ata që janë bashkë me neve këtë të dielën në kuadër të emisionit Një kafe me labën. Unë e di që janë 1345 lajka që janë, kështu që është e pamundshme ndoshta për me u kthy edhe të gjithëve përgjigjet për shkak se ka shumë komente, veçuna shpejt te Instagrami. Po, unë e di që kjo pjesë e emisionit qatë shpejt shkon, edhe kur i ki musafirët e mirë, shkon edhe ma shpejt. Po me dhe vërtit lapë të ti di qysh për një men e kemi bota man si shpinë tonë edhe harroj, bili harroj që ka kamera, qatë kam qef me bisedu me faleminderit Ta shumë. si qilë pimon, të gjendin të kondë më shele. Po, se i dësha i shkry emisioni. I shkry emisioni. Unë, para se më ardhe me tonë të krejt kjo pjesa, para se me përmbyllë në tash, ndoshta është gjuna, pse nuk e kemi përmend shumë gjana tjera cilat janë pjesë e arkivës t'juj, se ka shumë dhe me tonë gjana cilat. Shumë festivale, shumë, është një vit që fatkeqësisht viti bashkë saks, për na kujtot mikrofonin e artë, kër kemi marrë në Zaban, kër e Prizrenit bashkë me Osman Sheu, më duke që është 94, as jam shumë e sigurt, edhe knatësi ka qenë edhe 2011 kur na vjen një lajm që Google na ka shpallë si këngëtarët më të klikume në rajonin e Ballkanit. Po, është fotografia. Po, në rajonin e Ballkanit, që me të vërtet për neve ka qenë ndjenje mirë, me thonë që kemi hyrë në dhejtëshën e këngëtarëve që janë këngëtarë botëror, edhe që dihet çfarë popullate kanë ata dhe ku jem na, domethënë. Edhe ajo ka qenë një sukses shumë i madh kur e kemi marrë lajmin që atëherë nuk ka pasur drejt me thonë edhe si kum kuptu shumë mirë këto, edhe kur na kanë thënë na thonë se atë macër e kish pasur vetë Serbia dhe aty është dalë emri jonë që jemi kanë në kategorinë e 5 të argëtimit dhe jemi renditë si të shtatat në listën e 10 emrave begit kërkum. Po, e kemi pa, është edhe të reportajë atë, ku shihet dhe më thonë një fotografi, ku janë dhe më thonë edhe renditet, është edhe Beyoncé, dhe Rihanna, Shakira po, dhe më thonë qatë pjesë që atë. Kërë që unë e di, puna juj, kur nuk ndalet, këngët e juja kanë me metë në gjurëm, vendit tonë, po, Mushtishti si fshat, a i ka rrugë të vetë atë më rume. Mire ki që ta. A i ka rrugë? I kanë do, këta që kanë bo krejt. A ka në i rrugë motrat Mustafa që tire? Jo, alo s'kanë. Motrat Mustafa, Shkurtja, Remzia, Qëreti duhet me pas rrugët e veta. Jo, e di, dëgjo, një dëvërtet për thamë kështu se meritat më të mëdhaja i ka fshtati Mushtisht për ka ona e jonë që në kanë përkra, se kus të përkra rrethi e ki shumë probleme dhe për tu. Definitivisht. Neve atë shumë në ka përkra si fshat. Normal që rrugën më të vështire ka pas Shkurtja dhe Shëritja. Kur kanë fillu ato,
unë kur kom lind 74, shkurtja dhe shvetja kanë pas incizim. Po. Do me thonë, ato e kanë pas ma të vështirë, po është qaç fshat njerëz të civilizum janë kanë në atë fshat. Sa qaç për kraj kanë ndonë shkurtës së Shyretës, sa na e kemi pas rrugën E qelë. qelme, Po, e kemi pas rrugën e qelë prej aty në dyja, edhe me të vërtet njerëz kur së të përkra rrethi nuk mush me dëpërtu. Neve na ka përkra rrethi njerë, familja rrethi, e ma sa nej tanin kemi dëpërtu ma Okej, Prizren, Thret Prizreni mori Shkodër, Prizreni, një po. rrugë duhet. Po dhe Prizreni po, se janë bo begi shumë vjetë që jetojnë familja në Prizren, edhe Prizreni është apo, po mushtisht jeshtë. Veni ma i mirë në botë, Po, qa me folë. definitivisht dhe me të mbetet gjithmonë ajo për ju mbetet mushtishti i pa krahasueshëm për shkak që gjithçka ka lind prej atyhet Bile kur athire në emision edhe nga tregove që a di çka do me thonë emisioni me të vërtet nisa me boj der tash, o çka do të folëm për para, që ka shumë sene për me folë. Ka shumë albume, ka shumë festivale. Diçka të na me bo, të na me lon ka janarja tona për me bo një emision ku kena du më mundu edhe ku me folë edhe me redaksine me krejt, me bo për shembull vitin 1985, dy kongë cilat jonë kënullë. Flasim për që ato dy kongë kënullën. Vitin, kështu që edhe e bojmë edhe me muzikë, edhe me gjithë shka, dhe me tonë e kompletojmë gjithë shka. Jo, në vizë me të sekë që, dhe me thonë, në këto vitet të 6-ën kërë u konë albumi jo një parë, të 8-ën u konë albumi tjetër, dhe me thonë, gjdo vit ma sa ne kemi pas album. Deri në të 2-ën i kemi pas 4 albume të folklorit. Edhe kollazhe, ka pas edhe kollazhe. Njëra ndër kongët që u konë hit atëherë kush të vrau Jusu Gërvalla, që edhe sot aja kongë knohet. Po, tash janë kongë janë kongë, fatmirësisht neve e kemi pas një fat kështu në kongë, se kemi pas, nuk di, e kemi marrë si shpejt, nështë ta ka u bo hit, si për shembull, kur kemi vendos prej folklorit me kalun popullore, u konë kaseta e parë në të 2-ën e Dafinës dalë në qytet me shetit, që u konë konga që dhe sot dalë në qytet me shetit e kërkojnë. Është një gjizimi i parë që e ka bo Virusi, me ka bo Virusi komplet albumin, edhe orkestrimet i ka bo ajo, dhe sot ajo tingëllon shumë ma në ryshë se tjerat. Është një album me të vërtet që u do shumë. Masanej, kur kemi fillu kongën Lulien, jemi konë të parat, jemi konë shumë dilem, a me qitë Lulien si personazh, a mës me qitë, dhe me thonë se u knojshin... E di se Lulja ju prej bëllë. Edhe me nëjshmim, a me qitë, a është mirë me qitë në album Lulien. Sa atëherë u knojke Ndarsman, me Defa. Kër e kemi bo du Lulijat e Bunari, ajo ka bo jonë shumë të madhe, edhe sot, tash bunorat si kanë, po. Edhe pse ka shti ujnë në hena, po bëndë. E po du me thonë, kemi pas do t'a kallim dushku, në Lulilum, Konata. Lulja po na thot, me kongë të kanë gjegji, ju keni me ra, keni më mlonë pa martu. Pse po më thoni marto, ku që të fshini të gënu? Do me thonë, kemi pas fat në kongë, kemi pas shumë hite, që dhe sot për një men knohen shumë. Do të së në fillesht i darës me pak noj Lulilum Konata, do t'a kallim dushkon, do t'i kallim fitilat e lomës, këto janë kongë krejt që i kemi knu për herë të parë edhe mirë. Tash edhe pse lab është për para u konë pak ma në ryshe. E ke bo një kongë për shumë shpejt ka dëpërtu, shumë shpejt u një, se ka pas këngëtar ma pak, trigu konë pak ma i... Tash e shot që edhe nështë edhe na i kongë shumë e mirë, nështë është shtirë me dëpërtu, sepse është në ngarkesa që ka ndalë talent shumë të mirë, ka ndalë këngëtar shumë të mirë. Edhe nështë ta që kjo është që, edhe pse ajo mosha ose generatat që neve nga kanë përcjell, prap i pëlqejnë edhe këto kongët, po për para u konë pak ma letë, për kongët hitej u konë ma letë. Po, kurse sot hitet janë momentit... Sot investojsh ma shumë, është shumë interesant. Po. Sot investojmë shumë ma shumë muzikë se për para. Për para e kemi marë, për shambull, e kemi përpunu një kongë mushti që kemi knu me dev. Vete kemi përpunu, e kemi bo, po interesant janë bo hite. Shumica kongëve, thëllën, za do kongë, që për shambull dalë në qytet me shetit, mos më thuaj mirë dita janë kongë, do kongë tekstit krejt në shta vetë që i kemi boj, po kanë dëpërtu shumë letë. Sot të bësht një kompozitor begi me emën, investojsh ma shumë, edhe është pak ma problem. E di që i kam edhe pjesën e fundit në arkiv ne që ka kemi, i kam këput refrenet e kongëve, jo të videoklipeve që i pam, po kongëve sidomos që i kemi në arkiv edhe ato do të transmitoj krejt në fund të emisionit. Unë e di që kur keni kongë 3 me videoklip, kur keni promovim të albumit, do t'ju kam
prapë në studion e emisionit Një kafe me labin. Unë pyroj 2 javë shnet s'pari që të keni, e pastaj ta keni jetën ashtu si që duhet edhe si që meritani. Faleminderit shumë, Lar. Për shkak se Faleminderit jo vetëm që jeni dashuna për publikun, por jeni edhe dashuna me njerëz që ju rrethojnë. E di që kështu tashmë po e flas haptas, sa petëm s'ma ka marrë mendja kur që e shë në surprizën teme ditëlindjes, kështu që kur e kom pas sa petë këto sa petë. kemi prit keq me emocion dhe i ke hitit, na që do të banë lobi. Kështu që unë pyet falenderoj për zemërsisht, faleminderit shumë. Faleminderit edhe për telap. Inshallah sukses. Inshallah veç me të mira. Faleminderit shumë. Takohemi ndonjëherë tjetër. Inshallah veç me shëndet. Kështu që ju më së ndani nga ne, sepse motor Mustafa përsëri janë bashkë me ju, tani këto momente janë disa prej këngëve të cilat i kemi në arkiv, ka dhe shumë këngë tjera të cilat janë në arkiv, por disa jemi munduar që t'i shkëputim edhe t'ju sjellim për ju. Zanin maksimum. Besti
dashuria treti asgjë më nuk mbeti. E mallkova vetën time, të mallkova ty, që lejova zemrën me ma thy. Mos të bofsha kur me këta dy